mundësia për mu pajis me dokumenta, ketë falë emisionit tënd, falë njerëzve që di që e marat rrugën dhe më thonë për qafoj fëmijët e mes se nuk e dja do të kthejnë. Që veç dikush me dalë, veç një ditë me jetu si koron. Edhe çka do me thonë që ke puna që unë nuk kam dokumenta. Falë emisionit rrëfimjete, ai është pajisur me dokument identifikues. Jem njëri shlirë, mund me thonë, njëri hiq. Më kanë shkru shumë njerëze, a është e vërtet kjo që pe deklaron musafirin në studio? Jeta pa dokumenta ti mund me llogarit vetën heq. Një person 35 vite pa dokumenta është e pabesueshme. Njerëzit nuk janë kompetent për qatë punë shka ti shkon mu drejtu të qaj. Nëse... Mendon që sikur me jep para rregullon dokumenta? Kështu mos pas pare tu gjutë se kisha blej dokument. Sa ka qenë vështirë për ty kur I ke pa njerëzit me dokumenta dhe kanë lëviz vendet ndryshme edhe pasi që ka dalë në fakt emisioni ku pas Dyrçel, ju kon më mik pritur. Komentet pothuajse të gjitha kanë qenë pozitive, nuk ka pas ndonjë koment negativ. Po. Falë emisionit tënd, unë jam sot me dokumenta dhe janë shumë një shumicë e madhe në komunën e Gjilanit. Gjilani më ardh më tu falenderu për ato që ti e ke bu për mu, kjo ka mundësia jote vetme. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19 vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube Rrëfimjete me Bakizi Qiri.